Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht, duke uruar që kjo ditë t'ju sjell shumë bardhësi. Të ecësh në hapat e një ritmi zemre. Ti ndjekësh këto hapa jo si gjurmë apo shumëtore lëvizjesh, por që krijojnë një portret të fiksuar dhe të nderuar. Është kënaqësi, është dhe krenari. Njerëz të tillë që nxitojnë gjithmonë stacionesh për të mbërritur, të frymëzojnë, të bëjnë të ndjehesh, pse jo, dhe krenar që e afër tyre, që jeton në një qytet, që mbajnë emrin apo vulën shkodran, shqiptar. Të tillë njerëz frymojnë vlera dhe të bëjnë që ti ndjekësh qoftë si shembull, por edhe natyrisht të kesh një ecuri të mirë kur bëhesh pjesë e një rrugtimi. Sepse një mësues nuk mund të mendohet ndrysh pa nxënësit, pa kolegët, pa miqt, pa familjen, pa komunitetin. I them këto fjalë sepse ftura ime sot është fokusi i mjaft cilësive të vyera. Ndryshe nuk do të ishte vlerësuar nga një platformë ndërkombëtare siç është Global Creative Women, e cila evidenton gra të fuqishme, gra në karrierë, gra që punojnë me komunitetin dhe që kanë një ecuri shumë të mirë në profesionin e tyre. E ftuara ime sot është mësuesja Majlinda Gokaj. Mirëmëngjes Majlind, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes dhe ju falenderoj për të dytën herë për ftesën time në studion tënde. Në fakt, jo shumë kohë larg kësaj dite, ne jemi takuar në studio bashkë me nxënësit tuaj. Edhe ju keni përgatitur një skuadër shumë të mirë të vlerësuar po nga një platformë ndërkombëtare siç është Global Talent Academy, dhe në të vërtet pasi intervista ka mbaruar dhe emisioni ishte mbyllur, ka ndjerë përgjatë gjithë kohës një kënaqësi shumë të madhe për skuadrën tënde, për fëmijët që kishi përgatitur, për ato nxënës që i keni motivuar, dhe vërtet ju kam admiruar. Faleminderit. Është diçka shumë e bukur kur e ndjen këtë, natyrisht nga nxënësit, prindit, komuniteti, apo jo? Ashtu është. Në fakt, ju keni një karrierë shumë të gjatë në punën tuaj si mësuese, në mos gaboj 36 vite. Rreth 36 vite. Rreth 36 vite. Megjithatë punoni me intensitet si ditën e parë. Përndryshe nuk do të kishi krijuar të tillë skuadra nxënësish rezultate. Nuk thot një herë u lodha, le ta bëjnë të tjerë, tashmë stafeta do kalojë, të tjerë në duar të tjera. Absolutisht ja, asnjëherë s'do të them ja deri në ditën që unë do dal në pension. Sepse nëse ti e do profesionin tënd, nuk rresht kur duke kërkuar dhe duke punuar për të dhënë më të mirën e mundshme në atë fushë ku je i specializuar dhe sidomos në të mirën e arsimit shqiptar. Që e bukur sepse e ndjej se gjatë ecurisë tënde ka shumë kënaqësi. Ka shumë kënaqësi për ato nxënës që ti i përgatit, i përzgjedh, për të rritur, për të vjuar më pas. Tek ato nuk është thjesht një eveniment i çastit. Jo, ato e kanë të shënuar, nuk harrohen këto ditët e këtyre betejave të bukura, të vogla, po shumë të mëdha që janë, apo jo? Ashtu është, dhe nëse do japim një kuptim më të gjarë, këto nxënës kanë filluar rritjen në karrierën e tyre, sepse edhe nxënësi ka karrierën e vet. Nuk është vetëm shkolla, por janë edhe aktivitetet e tjera, qoftë të natyrës shkencore, qoftë të natyrës edukative, të cilat i japin vlerë dhe që tani ai mësohet që të kërkojë të rritet në karrierën e tij. Ky është shembulli, nuk është me fjalë, është me aktivitet, me veprimtari, me motivim. Në fakt, ajo që më ka bërë përshtypje kohët e fundit, ju jeni nominuar nga një platformë ndërkombëtare, Global Creative Women, për vitin 2021. Jeni përfaqësuesja e Shqipërisë nga
kjo platformë? Si arritët të përfshihenit në të? Platforma ka përfshirë në programin e saj një juri ndërkombëtare. Dhe së pari do sigurosh pjesëmarrjen, është certifikimi që të bëhet. Dhe kjo arrihet nëpërmjet CV-s që ke. Gara ka qenë e hapur jo vetëm për mësueset, por për gra të fushave të ndryshme, mjeke, gra që merren me sport, profesionistet IT-s, për atë të gjitha profesioneve. Kuptohet që kurrikula ime, CV-a ime, është ajo CV që kam edhe këtu në Shqipëri. Dhe që më dha mu shtysen edhe vlerësimin tim të marr pikët maksimale për të certifiku. CV-a besoj është një CV e bollshme, sepse të kesh kaq shumë vite pune, nga njëra anë, nga ana tjetër shumë trajnime edhe kualifikime, të marra dhe të arritura me rezultate shumë të mira, të nivelit të lartë, dhe plus kësaj ato kërkonin që të kishim edhe botime, gjë të cilën unë e kisha, dhe duke ja shtuar kësaj, isha dhe përfaqësuese e një konference të 4 që ka kënë mësuesi inovativ që është zhvilluar në Shqipëri, ku kam edhe botimin tim. Si duket edhe pjesa e botimeve luajti rolin e vet dhe konferenca e cila kishte lidhje përsëri me gruan inovative. Por që ka pasur një drejtim tjetër sepse ka qenë vetëm për mësueset. Në fakt, Global Creative Women është një platformë. Çfarë si platformë, ku e ka qendrën e vlerësimit kjo juri ndërkombëtare? Kjo është në Pakistan, por që qendrat e veta i ka në tërë vendet e botës. Janë rreth 20 e sa shtete të botës, të cilët marrin pjesë pra në këtë platformë dhe juria është më përfaqësues nga të gjithë vendet e botës. Pra është juri ndërkombëtare, prandaj ndihem edhe e vlerësuar, nga që juria është ndërkombëtare. Në fakt ajo që ju cilëson më së shumti është mësuesia, një mësuese, rreth 36 vite punë, të cilët natyrisht kanë pasur dhe kanë betejat e tyre, sfidat që herët e keni dashur profesionin e mësueses në hershmërinë tuaj, apo ai ka ardhur gati ndoshta si rastësisht dhe më pas është veshur në gjithë qenien tënde? Të them të drejtën, si çdo njeri që ndërton ëndrat e veta, që në moshën e gjimnazit, unë i përkas atij brezit të viteve 81, kur nxënësit shkëlqenin të 28 nëntori, modeli im ishin profesorët e mi të nderuar, Muhamet Shala, Muhamet Mesi, që i përmend me kënaqësi, Indjeri Besnik Bekteshi, Gjan Shani, Indjeri Rodolf Mhilli, Myrvet Kali, Respekt. Neta respekte për të gjithë. Profesorish Neta Bakalli. Pa, ata ndërtuan një model perfekt tek unë. Megjithatë nuk ishte se unë kërkoja që drejtimi im t'ishte mësuesia, sepse vetë mesatarja që kisha nuk më orientonte në atë kohë për të mësuesia, dhe ajo që kërkova unë ishin dek të tjera, por siç ishte regjimi asaj kohe, më dha një fakultet tjetër, që ishte agronomia, pa dëshirën time, pa meritokracinë time, por gjithsesi e pranova, ashtu sikur se ishte. Dhe thash doja dal për 4 vjet me një dhimbje të madhe në zemër. Gjithsesi përfundova, nuk qëndrova këtu, vazhdova specializim për të kaluar mësuese në shkollat bujqësore. Nuk bëra asnjë vit punë si agronome? 2 vjet. 2 vjet vetëm. Mu dha mundësia në Tiranë të vazhdoj pedagogji, psikologji për të plotësuar diplomën. Ndërkohë e pashje alternativ tjetër nuk ishte, sepse ishte një profesion që nuk ishte në dëshirën time, por sikur të kisha qenë me mend e sotëm, do ta kisha vazhduar me shumë dëshirë përsëri. Ju nënshtrova fakultetit të dytë të biokimisë. Ja dola. Pra keni një fakultet të dytë? Pa, kam një fakultet të dytë dhe ndërkohë për të vazhduar përsëri, sepse peripecinat janë pafund për 36 vite punë, kur u nda malësia e madhe nga Shkodra, dola përsëri e pa punë,
sepse ishim të Shkodrës, atëherë u detyrova në mënyrë intensive t'i nënshtrohem një provimi në Tiranë për të mbrojtur frëngjishten, sepse atëherë lejohej që t'jepje mësim në shkollat e mesme edhe me gjuhë të mbrojtur. Mbrojta frëngjishten, vazhdova dhe punova edhe si mësuese e gjuhës frange në gjimnazin 28 nëntori për një kohë të caktuar. Pastaj vazhdoj vargu i punës si mësuese, por që sot unë e dashuroj pafund. Dhe jeni në profilin e biologji kimi. Interesante sfida jote. Deri për të gjetur vetveten. Apo ja? Ashtu është. Rruga ime ka qenë një rrugë e mundimshme, por edhe me një fund të lumtur, po jap pak ngjyrat e një pralle. Pse ka qenë e mundimshme? Sepse kanë qenë këto ecejaket e vështira, këto kthesat, diku më të buta, diku më të forta, ngritjet, me një sakrificë jashtëzakonisht të madhe për t'i arritur, për t'u përkushtuar, por gjithsesi, cili është fundi i lumtur? Fundi i lumtur është që unë kam vetëm një emër, Majlinda Mustafa Raj Gokaj, dhe mas meje nuk fshihet asnjë emër tjetër. Prandaj jam shumë e lumtur. Ka bërë përshtypje gjithmonë titulli i një filmi, Duaj emrin tënd. Dhe ndoshta për mua, por jo vetëm për mua, ky titull është një mesazh. Dhe për ta kuptuar më thellë është që ky emër duhet dashur dhe nderuar dhe ngritur gjithmonë e më lart në jetën e secilit prej nesh. Ashtu është. Unë mburrem sot me emrin e mirë që më kanë lënë prindrit e mi. Por nesër edhe fëmijët e mi do mburren me emrin që kemi lënë unë edhe bashkëshorti im për ato të dy. Mbreslense. Nuk ka rëndësi pasuria. Absolutisht fare. Ku e filluat punën si mësuese? Punën si mësuese unë kam filluar në shkollën e mesme të Koplikut. Më fal, në Kushehat. Kushehat është mas hani të hotit, që do të thot niseshim në orën 6:01 dhe vinim nga puna 4:30, 5:05. Heronja mësuesit. Sidomos të periudhave më të hershme, se sot kanë ndryshuar. Sot kanë ndryshuar gjërat. Dhe megjithatë ti u kape fort pas këtij profesioni. U kapa edhe e deshta. E deshta sepse e kam thënë dhe do ta përsëris. Profesioni i mësuesit është art. Vërtet. Nëse ti di ato notat muzikore, ti kombinosh për të formuar një muzikë të këndshme, jo të zhurmshme, jo të mërzitshme, ajo do të jetë një simfoni e përjetshme për ty, profesioni që ti ke dhe ndihma që ti ke dhënë në vite. Në fakt, kur flasim për ecurin, mund ta quajmë karrierë, mund ta quajmë profesion, por gjithmonë një grua në karrierë ndiqet nga një sër veprimtarish, vitesh, ecurish. Shpesh njerëzit e frustojnë këtë fjalë duke i veshur një paraqitje të jashtme. Unë mendoj është ndryshe. Si ka qenë për ju të jesh një grua në karrierë? Ashtu është. Nëse ne do e shqipërojmë fjalën karrierë, fjala karrierë do të thotë rritje, do të thotë fuqizim, do të thotë ngritje. Por nuk është as kostum, nuk është as demagogji. Fjala karrierë është sfidë. Fjala karrierë është punë. Fjala karrierë është studim. Dhe do e mbyllim me një fjalë të vetme, është shërbim në ndihmë të komunitetit ku jeton edhe punon. Qëndrojmë këtu te kjo punë me komunitetin, e cila natyrisht supozon një punë që lidhet me të tjerët. Si ka qenë për ju? Atëherë, puna në komunitet, sidomos në ditët e sotme, ku komuniteti është bërë tepër heterogen, është tepër e vështirë. Sot ke një komunitet aty ku punon, ke një komunitet aty ku jeton, ke një komunitet aty ku kalon, ku ecën çdo ditë. Dhe në komunitetet ku ti jeton edhe punon,
nuk të shohin gjithë me pozitivitet. Kjo është ajo vështirësia më e madhe. Gjithsesi, një grua që përmendëm, një grua në karrierë që ka pesh të viteve mbi supet e veta, ku supet janë krusur prej situatave që ka kaluar të ndërlikuara apo edhe të bukura, ajo dit fal. Dhe ky është mesazhi që përcjelli unë në komunitet. Në komunitet nuk jepen leksione. Në komunitet ti ndërton modelin tënd. Dhe nëse ato do shohim tek modeli yt më të mirën e mundshme, përpiqen ta imitojnë. Kjo do të thotë që ti ke bërë mjaft për komunitetin. Në një farë mënyra është një lloj mundësie për të imponuar në mënyrë gati të vetëdijshme. Të vetëdijshme, por në mënyrë indirekte. Sepse sot në fakt duhet që njerëzit mësojnë të falin. Të falin, sepse falja është qytetari. Sidomos populli i Shkodrës ka dhënë eksperjenca shumë të mira në këtë drejtim, që ditë falë dhe ditë për krah. Në një farë mënyre, unë shoh një rabizim, si që më vinë në mend tani disa vargje të Dritura Gollit, kur thotë mëngjesi, thotë ajo drita e parë nuk i dallon mirë gjërat, dal nga dal, drita u jep formë, trajt, ngjyra. Kështu është edhe rritja e një personaliteti. Dallohet, fillon të dallohet, të ravizoj portretin e saj dhe ta skalit më shumë. E më pas të ketë një lloj pushteti, jo thjesht në kuptimin shtetëror, por pushteti tek vetja në esurinë e saj. Për ju, çfarë do të thotë një grua e pushtetshme? Në radhë të parë, një grua e pushtetshme do të thotë të respektosh lirinë e të tjerëve. Të respektosh të drejtën e fjalëve të tjerëve. Pastaj, pjesa tjetër e pushtetit vjen edhe me cilësitë e tjera të një gruaje. Elokuenca është pjesë e pushtetit të një gruaje. Transparenca është pjesë e pushtetit të një gruaje. Dhe ajo që e bën gruan të jetë e pushtetshme në kuptimin e mirë të fjalës është sa ditë dhuroi buzëqeshi ajo grua. Në fakt të duket sikur ju e keni përqafuar dhe rrokur pushtetin tuaj. Është kështu apo jo? Unë gjitha këtë që i thash duke u mbështetur tek eksperjenca ime e gjatë, tek gjëra që i kam jetuar, jo të lexuara në libra. Pra, thjesht çfarë kam përjetuar. Në fakt, nëse me pak fjalë do ta përkufizonin ecurinë tuaj, me të gjitha ato ulje ngritjet, njerëzit me të cilën ke punuar, një mësues punon me shumë nxënës, të duket sikur i harron emrat e tyre, por një ditë vjen dikush e të thotë kam qenë nxënësi yt, ose të kujtohen kolegë etj. Sa për me ta mbështetje, isha në një vend. Në atë vend ishim gjithsej 8 vet. Në 8 vet, 5 ishin zyshmajlind. Ato ishin rrit, dhe unë se kisha mendjen heq, veç zyshmajlind anaman mend. Unë i mosha në mend, mos anaj kur i pash. Por du të tregoj edhe, prandaj them mësuesi nuk harrohet gjithë jetën, por është puna e tij, është karriera e tij profesionale, sociale, formimi i tij intelektual që e bëjnë të mos harrohet. Si e përkufizoni këtë periudhë rreth 36 vjeçare, të bukur, të vështirë, drejthuruese her pas here, periudhë kënaqësie? Atëherë, unë do ta përmbledh të bukur edhe sfiduese. Sepse çdo gjë e kam arritur nëpërmjet sfidave të forta. Dhe normal, pastaj ka qenë rezultati edhe fundi i bukur. Në fakt, kohët e fundit ju keni marrë një titull ambasador nga Global Woman Creative. Ç'është për ju ky titull? Të them të drejtën, që të dish ta vlerësosh këtë titull,
duhet t'jesh pjesë e organizimeve që ne zhvillojmë në platformën Zoom. Aty janë gra nga shumë vende të botës, gra të cilat të frymëzojnë, gra prej vendeve të varfra që ndoshta ne me përçmim kur dëgjojmë emrin atij vendi, sepse nuk dua të përmend emrin, themi çfarë janë këta, por që janë gra kaq të forta, por që janë gra kaq të zgjuara, por që janë gra kaq optimiste dhe din ta jetojnë jetën. Çfarë eksperiencash keni këmbyer me këto gra? Keni ndonjë mbres konkrete, ndonjë ngjarje që ju ka bërë përshtypje? Më ka bërë shumë përshtypje takimi i parë që kam pas në paraqitjen e CV-s time. Dhe kur kanë parë CV-n time, vetëm kanë lëshu një kjo ishte boll. Sikur edhe mos më certifikoshin hiç fare, sepse më vlerësunen punën e 36 viteve. Pra për herë të parë mu dha një kënaqësi direkt për atë çfarë isha lodhur, se në fundit karriera dhe puna e madhe është investim në jetë. Çdo sfidë që kam përballu qyshte, sepse do e nis qyshte prind e mi. Qysh aty fillon investimi që është bërë për ne. Absolutisht. Me vazhdu pastaj te familja ime, sepse nëse ti ke një gjoks të ngrohtë ku të mbështesësh kokën, ti kalon çdo sfidë. Dhe nëse të vlerëson familja ku ti je, ti arrin çdo gjë, sepse familja jote bëhet pjesë e sfidave, bëhet pjesë e karrierës. Çfarë do të thotë? Nihet e penalizuar në atë rehatin e tyre. Kështu që sakrificat që kanë bërë ata më kanë ndihmuar mua që të eci përpara. Sepse nuk është e thjeshtë. Absolutisht ja. Të jesh një grua familjare, bashorte, nën dhe të marrësh përsipër gjithë këtë ecuri, madje edhe me pak kthesa, ju thatë në fillim agronome, më pas përsëri kualifikime deri që keni gjetur korsin tuaj të ecjes. Ndërkohë që familja krijohet, rritet, ecën me ty. Si ka qenë kjo ecje paralele, nuk mund të shkputesh nga njëra anë për të zhvilluar tjetrën. Si ka qenë për ju? Prandaj thash, celula e karrierës është familja. Nëse bashkëshorti të mbështet, nëse fëmijët e tuaj të kuptojnë dhe të mbështesin, do të jesh arrir në të gjitha drejtimet. Po lëm pastaj pjesën tjetër, inkurajimin që të bëjnë në çdo moment. Dhe nëse i drejtohesh një dita e një gruaje të tillë fillon shumë herë dhe përfundon shumë vonë, apo jo? Ashtu është sakrificë, sepse pavarësisht se ti po rritesh dhe po zhvillohesh në një drejtim, nuk kërkon të jesh deficitare te familja. Kjo është. Sepse në asnjë moment nuk kam dashur t'i ha fëmijëve të mi momentet që i takojnë atyre, apo bashkëshortit tim momentet që i takojnë atij, apo edhe familjarëve të tij, familjarëve të mi, prindërve të mi. Edhe shpesh ndoshta dita e një gruaje për veten e saj fillon shumë vonë, ndoshta në orën 10 të darkës. Unë përgatitjen time që e bëj fillon mas orës 10 të darkës, sepse deri në orën 10 unë kam edhe një shtëpi të madhe me obar, që përpiqem edhe në atë obar t'jap kontributin tim, që më pëlqen sepse jam mësu të punoj edhe në atë pjesë të shtëpisë, edhe kam këtë egon time që asnjë gjë nuk dua të lë mangut. Nuk mund të jenë shkputura gjërat. Përmendet Majlind këtë vlerësim që është bërë. Natyrisht shumë i bukur. Shumë i bukur të vlerësojnë gra nga bota, të japin një pastirm kënaqësie. Po në vendin tonë, në vendin tënd, në vendin tim, në vendin tonë, sa e vlerësuar je ndjerë? Natyrisht nga nxënësit, po. Këtë nuk e diskutoj. Sepse unë me këtë pjesë desha me nis, me nxënësit edhe me prindrit, sepse prindi të ka dhuru gjën më të çmuar. Të them të drejten, nga ana profesionale jam ndier ndoshta dhe e vlerësuar. Pse do të thuash? Sepse në momentin që unë lash punën në shtet,
mu ofruan oferta nga shumë shkolla private. Atëherë kur Sepse punën në privat, kur lash punën në privat, sepse ecuria ime ka qenë 12 vjet në shtet, kam kalu 12 vjet në privat, pastaj kam kalu përsëri në shtet. Po, në shkolla shtetërore. Kur unë kalova në shkollat shtetërore, prandaj dua të them nga ana profesionale kam qenë e vlerësuar, por nga ana e karrierës ime jam pak skeptike. Një mësuese me 30 vjet punë në arsim pa u shkputur asnjë ditë nga arsimi, sepse shkova në një shkollë private që ishte pjesë e ministrisë së varë nga Ministria e Arsimit, isha e vetmja prej atyre që futeshin punë në atë kohë, unë që unë nënshtrova portalit. Pra, me 30 vite punë, unë i jam nënshtruar portalit, një sfidë shumë e madhe për mu, por me gjithate... Provim gjithjeta. Them, falenderoj Zotin, falenderoj dijet e mia të marra në gjithë shkollat, kategoritë e shkollave të arsimimit tim, dhe këmbguljen time që i dola përsëri e para, dhe e mora përsëri me zotësinë time, dhe marr frym lirisht që çdo gjë e kam vetë, dhe nuk i detyrohem askujt për asgjë. Prandaj them, nga ana e karrierës kam rezervat e mia. Kërkoj për lëvizje paralele, sepse ju jep një mësim në një fshat këtu afër, 9 vjeçare, këtu afër, i respektoj komunitetin atje. Por sikur si vija të nxit gjithmonë, karriera të nxit për të kërku diçka më tepër, ose kur shef në shkollat e tjera, sepse ka shkolla karrieret. Çdo shkollë ka performancën e vet, bëhet performanca e saj në fund të vitit, kur ti krahason karrierën tënde me karrierën e të tjerëve që ndodhen në këto shkolla prestigjioze, po i quaj në thojza, kur ti ke dhënë kaq shumë për arsimin dhe kur ti bën një intervistë pune dhe të thojnë po ai fshat ka nevojë për ty. Pra, kjo më bën të jem skeptike dhe në një farë punë edhe të mërzit. Sepse nuk je e vlerësume. Nga ana profesionale i falenderoj gjithë, sepse kur vjen puna për profesionin, si vjet Bilem ka bërë shumë përshtypje me drejtoren e re të arsimit. Shkoj në drejtori arsimore dhe sinqerisht që ka kenë një optimizëm për mu. Në vitin e kaluar kemi zhvilluar orët online. Po. Dhe orët e mia kanë qarkullu në YouTube. Dhe unë shkoj te drejtoria dhe përpiqem të prezantohem. Të lutem, thot Zëshmajlind, s'ke nevojë, të ka prezantu puna jote. Dhe është hera e parë që e nji nga drejtuesit, sepse kam pas kontakte të vazhdueshme të etapave të ndryshme që kanë kalu. Megjithatë ju jeni prapa aty. Prapa aty jam. Të them të drejtën. Në fakt vërtet njerëzit janë të gjithë meritojnë mësuesit më të mirë kudo që janë, kjo është vlerësim. Por nga ana tjetër duhet të vlerësohet edhe merita puna e mësuesit. Si vjet është bërë një votim për mësuesin e vitit në Shkodër. Dola e pesta. Nuk dola e para, nuk dola as e dyta, as e treta. U përfshiva në 10 mësueset më të mira të Shkodrës. Por u përfshiva në 10 mësueset më të mira të Shkodrës me votimet e një shkolle shumë të vogël. Me votimet e një shkolle. S'kam qenë as mësuese gjimnazit, as mësuese qytetit, por mësuese në një shkollë periferike, në rrethina të Shkodrës. Kështu që kjo më bën të lumtur. Kjo është gjë e mrekullueshme. Kudo qofsh e nderuar. Le të kalojmë përsëri te kjo platformë që ju ka nominuar për gratë më të suksesshme për vitin 2021. Keni kaluar në disa faza, në disa intervista. Çfarë mund të thoni për to? Atëherë, faza e parë ka qenë CV-ja.
që të certifikote pjesëmarrjen tënde. Faza e dytë ka qenë një video prezantim i shkurtër, jo video prezantim i gjatë, por që aty do merrje pikët e tuja te video prezantimi. Mos i ke bërë video prezantimin, ke kalu në intervistë me juri. Çfarë prezantuat? Unë thjesht prezantova punën time si mësuese, karrierën time profesionale, sfidat e mia, pra gjërat të prekshme dhe të kaluara. Faza tjetër ishte juria. Pra, pyetje nga paneli i jurisë. Më krijuanin vetëm i rast që më krijuan një mundësi që më vunen përkthyese. Sepse aty flitet anglisht dhe për hir të zvërtetës unë nuk di anglisht. Aq rrjedhshëm. Nuk di hiç. Di frëngjisht, anglisht nuk di. Ja. Edhe them se kjo më ka penalizu për shumë gjana, kjo pjesa e anglishtes, sepse mori për masat tjera. Ato ma krijuan këtë mundësi, ka qenë një kënaqësi jashtëzakonisht e madhe. Videoja është diçka për mu e bën, e shohin, kurse komunikimi live me ta është optimizëm i paparë. Dhe të bën intervista dhe të bën të mendash sa njerëz pozitiv ka në këtë botë. Sa njerëz që nuk kërkojnë gjajnë anë negative, por kërkojnë nxjerrin pa anë pozitive të individit ose të personit. Dhe normal, kur je në një situatë të tillë dhe ti e lirshme dhe shpalos veten pa pas probleme. Natyrisht është gjë shumë e bukur. Tani ke një fazë tjetër finale. Tash kam fazën më të vështirë. Me thënë, faza është e vështirë sepse do t'jetë videoja tjetër, por nuk do t'jetë si ajo e para e thjesht krejt, por të gjithë CV-n tënde, të gjithë jetën tënde, të gjithë kualifikimet e tuja, të gjithë shërbimet e tuja, do t'i paraqesësh nëpërmjet një videoje. Ka numrin më të madh të pikëve, unë deri tani jam me pikë maksimale në atë bisedën e fundit ose intervistën e fundit, nga 100 pikë ka marrë 97 pikë, pra janë pikë maksimale që janë arritur deri tani. Kjo është me 200 pikë, por them se doja dal, sepse synimi im është që të arrij medaljen e arit. Sa bukur. Kjo është ajo përkthimi i më i mirë e asaj ecjes tënde, atij ritmit që të formon portretin. Puna matet me produkt. Natyrisht. Megjithatë, çdo ditë në shkollë, çdo ditë me nxënësit, çdo ditë me atë nxënës që të kanë nderuar, i ke përgatitur, të kanë nderuar, të kanë dhënë se ky është parametri i brendshëm, apo jo? Merita marr kaq shumë kënaqësi që sa shohin, sepse Global Creative Women i nxjerr në Facebook gjitha certifikatat, janë transparente gjërat. Dhe nga ato fëmijë të vegjël të shkollës ku jam, se po i përjashtoj të tjerat që janë më të rritur, zysh krenar për ty, zysh kena kënaqësi që ti na jep mësim. Pra janë të pafund sepse janë fëmia është më i sinqerti. Inspektori më i mirë. Ai që di për me të vlerësu, edhe që të vlerëson drejt me atë qëllim. Kjo është më së vërtet. Ndërkohë që këto thënie, kjo mirënjohje, ky vlerësim shton një motor tek ju të përditshëm, apo jo? Ashtu është, kur u futa herën e parë, thash nuk do marr më pjesë, sa është e lodhshme, nuk është e lehtë. Por e shoh që sa marr diçka, më shtyn me marr diçka tjetër. Si duket unë kam kaluar në bioritme tjera. Kjo është e vërtet. Nuk jam me bioritmet normale. E zakonshme. Ja. Kjo është diçka e mrekullueshme. Po. Ndërkohë që hapa të tjerë do shohim tek ty, nuk ndalesh. Ja. Po presim tash që do të jetë sfida e rrallë. Njerëz të tillë të frymëzojnë, të thonë ec,
mos u ndal. Rruga nuk është gjithmonë e drejtë, ka kthesa, herë të buta, herë të forta. Ti do të marrësh makinën tënde të zemrës, ajo që rreh me atë ritmin e përhershëm që quhet jetë, edhe të kapësh stacionin tjetër. Kjo është një motivim i mrekullueshëm, edhe ndoshta është edhe një krenari për çdo që një dhe punon me mësuese Majlinda Gokaj. Unë ju falenderoj shumë për ecurinë tuaj dhe këto mesazhe të bukura të ecjes, sepse shpesh njerëzit që ftoj frymëzojnë, janë ajo pjesë e bukur e jetës sonë të përditshme që ecin pa bujë, por që ritmin e kanë shumë të shpejt dhe stacionet i vinë njëri pas tjetrit. Të uroj që sfida e radhës të jetë përsëri shumë e suksesshme dhe këtë vlerësimi që në radhë të parë ta jep zemra jote, njerëzit e tu më të afërt, familja jote, por dhe nxënësit, prindërit, komuniteti i mësuesve dhe prindërve, të jenë gjithmonë mbështetje për hapa të tjerë të bukur edhe më të arrirë. Për mua ishte shumë kënaqësi dhe mbase një pikë referimi i kësaj dite. Ju falenderoj shumë. Ju uroj gjithmonë ecje të pandalshme në rrugën tuaj, mësuese Majlinda Gokaj. Edhe unë ju falenderoj dhe me që gjej rastin, do të përcjell një mesazh të cilin e kam përcjell edhe te Creative Women 2021. Për gjithë vajzat uroj që buzëqeshja të jetë mbretëresha e jetës së tyre, dhe për gjithë gratë kudo që janë të ndjekin ëndrrën e tyre, sepse ato e krijuan njerëzimin dhe patjetër që do ja dalin. Një motiv shumë i bukur i kësaj dite që e marrim prej mësuese Majlindës. Edhe njëherë ju falenderoj. Ecje të pandalshme në rrugën tuaj. Qofshi gjithmonë nderuar. Ju falenderoj edhe unë Merita dhe suksese në emisionin tuaj, që bëni kaq shumë përpjekje për të vlerësuar vlerat e qytetit tonë edhe në emisionet e tjera që kam ndjekur. Është kënaqësi, por dhe detyrim. E ndjej këtë. Të falenderoj shumë.